këtu në Tetov kishim një forum për çështje ekologjike, për ne një çështje sfiduese. Në përkthesh. Jo, po edhe dëgjoj. Pra sot në Tetov kishim një forum shumë të rëndësishëm për çështje ekologjike, një forum që Tetovën nga një vend i problemit po e rikthejnë në një vend të zgjidhjes së problemeve. Ne dim që jo vetëm Tetova, po lloku, por edhe Maqedonia e Veriut ka pasur dhe vazhdon të ketë problem serioz me menaxhimin me mbeturinat. Prandaj ne sot këtu bashkë me partnerin ton privat, pronarin e kompanisë Sabër Maher, ishim këtu që të diskutojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe Tetovën ta rikthejmë në një qytet të vërtet europian. Dhe pasqyra më e mirë dhe fotografia më e mirë se e një qyteti të europian është një qytet i pastër, një qytet i rregulluar, dhe për këtë ne po punojmë bashkërisht me kompaninë Sabër Maher. Sigurisht që ky problem i kahmoqshëm nuk mund të zgjidhet brenda natës dhe sigurisht që për këtë duhen partner të fuqishëm dhe të dedikuar për të bashkëpunuar në drejtim të zgjidhjes së të njëjtit. Përderisa në të kaluarën kemi pasur probleme serioze. Komuna si përgjegjëse për menaxhimin me mbeturinat tërkohën ka dështuar të menaxhojë me mbeturinat dhe është ankuar në mospagesën e faturave nga qytetarët. Qytetarët janë ankuar sepse kanë jetuar në një qytet të papastër. Sot kemi një situatë kur Tetova dukshëm është më e pastër, më e rregulluar dhe ende kemi probleme për t'i zgjidhur. Kjo ka të bëjë tani më me atë që një pjesë e qytetarëve ankohen për pagesën e faturave, të cilët edhe pse e din që duhet të paguajnë çdo obligim, çdo shërbim që e marrin, ata për shkak të përvojës në të kaluarën që nuk kanë paguar faturat, mendojnë se edhe më tutje mund të ndodhë një gjë e tillë dhe besoj që edhe kjo pjesë e vogël e qytetarëve duhet të binden se nuk ka shërbim i cili nuk ka koston e vet. Prandaj tani më nuk jemi në fazën e ankesave, jemi në fazën e zgjidhjes së problemit. Ne si komunë kemi ofruar zgjidhje të problemit, tani më edhe qytetarët dan nga dalë një pjesë e vogël e atyre që kanë mbetur duhet të binden se duhet të paguajnë faturat e tyre dhe bashkërisht të punojmë për një qytet më të pastër. Në makedonski? Poštovani predstavnici nacionalite, danas vo Tetovo imavме jedan mnogo važan forum za ekološkite prašanja. Ovaj forum Tetovo go stava vo centarot. Lirisht mund të them që jam shumë i kënaqur, sepse një vit pas nënshkrimit të kontratës dhe operimit të Sabër Maher në Tetov, ne më nuk flasim për punëtor pa rroga, nuk flasim për punëtor pa kushte, nuk flasim për punëtor që çdo muaj trokitnin në dyert të komunës që komuna të gjejë zgjidhje për pagesën e rrogave të tyre, nuk flasim për deponi e cila nuk servisohej rregullisht, nuk paguhej rregullisht dhe çdo muaj më binte zilja telefonit dhe më kërkonte drejtori i deponisë se nëse nuk i paguni faturat, lëshohet trau i deponisë dhe nuk mund të sillni mbeturina, gati se çdo muaj unë kisha problem me kompaninë që servisonte me naftë në ndërmarrjen komunale dhe më kërcënonte që nëse nuk i paguajnë faturat, ata do të ndalin të furnizojnë kompaninë me naftë. Pra nuk flasim për një shpatë që na rinte mbi kokë dhe Tetova rrezikonte çdo ditë të ngulfatin në mbeturina dhe të kemi smundje të cilat pastaj mund të dilnin nga kontrolla. Pra sot ne po flasim për zgjidhje të problemit me mbeturinat në Tetov. Ne sot po flasim për një forum ekologjik këtu në Tetov, kur flasim për zgjidhje dhe jo për probleme. Pra sot po flasim për një Tetov ku bashkërisht duhet të punojmë që edhe ata qytetarë të cilët kanë menduar dhe vazhdojnë të mendojnë se mundet të marrin një shërbim për një qytet më të pastër, për një rrugë më të pastër, për ambiente të përbashkëta të pastra dhe mos e paguajnë as shërbim. Sigurisht që në gjithë problemet në cilat kemi ballafaquar, hap pas hapi po i zgjidhim, edhe këtë zë të qytetarëve të cilët kanë problem me adresat, hap pas hapi po e zgjidhim, edhe këtë problem me ata qytetarë të cilët
kanë neglizhuar pagesën e fakturave dhe tash ka ardhur situata e përmbarimit me forcë ne dal nga dal po e zgjidhim, pra po flasim për zgjidhje dhe të disa problemeve të cilët jemi në fazën e zgjidhjes dhe edhe një herë po përsëris që Tetova përfundimisht të jetë një model në Maqedoni, por edhe një rajon për një projekt, do kisha thënë, për një storje të suksesit në menaxhimin me mbeturinat. Kryetar, si e komentoni këtë se noteri mund ta gjejë adresën ndërsa postieri jo? Edhe unë nuk kam një përgjigje, pra nëse noteri mund ta gjej, atëherë është dashur që të gjendet edhe më herët adresa, unë e kam thënë edhe më herët, po e përsëris. Nuk mund të ketë pagesë përmes noterit me forcë nëse dokumentet, procedurat paraprake nuk kanë qenë konform ligjit. Pra këtu qytetarët duhet të jenë komod, por nëse qytetari ka refuzuar që të pranoj faturën duke menduar se si më herët nuk do ta paguaj të njëjtën, atëherë kur ka ardhur deri te noteri, atëherë ka kuptuar se puna është serioze. Prandaj sot reagojnë qytetarët vetëm kur i ka shkuar urdhresa nga noteri për pagesë të njëjtës. Kur i ka shkuar vërejtja se duhet të paguaj faturat, nuk i ka marrë seriozisht, sepse në të kaluarën edhe ndërmarrja komunale ka dërguar vërejtje, por ata vërejtje kanë mbaruar në koshin e mbeturinave. Dhe kur sot ky proces vazhdon në fazën e noterit dhe do të vazhdojë edhe në fazën e përmbarimit, qytetarët e kuptojnë se më nuk është situata si ka qenë më herët. Prandaj edhe një herë, lus të gjithë qytetarët që të drejtohen deri tek ndërmarrja, të rregullojnë çështjen e adresave, të kuptojnë se në Tetov nuk do të ketë mundësi që të ofrohet shërbimi i menaxhimit me mbeturinat, pastërtisë i qytetit dhe mos ketë pagesë për këtë shërbim. Fatmirëmarrjet në këtë avizë parlamentit. Si komentoni këtë atë vazhdohet mesin? Sot jemi në një ngjarje shumë më të mirë për Tetovën, është çështje politike, do kemi raste tjera për këto komente. Unë nuk do kisha dashur që nuk jemi komun, po nuk do kisha dashur të jap komente të tilla, do të kemi mundësi raste tjera, nëse duhet do të mbajmë një pres konferencë të veçantë edhe do të sot nuk dua ta defokusoj opinionin nga kjo situatë kur edhe një herë po e përsëris. Me gjitha problemet të cilat ballafaqohemi, sot Tetova dal nga dal po transformohet në një qytet model për menaxhim me mbeturinat.